Partia Socialiste dhe Partia Demokratike po afrohen drejt një formule të dakordsuar për ngritjen e komisionit të posaçëm të reformës zgjedhore. Varianti i fundit i propozuar nga mazhoranca socialiste plotëson kërkesën e opozitës për barazi antarësh në komision, duke hapur rrugën për miratimin në kuvend. Sipas draftit të rënë dakord, një vend në komision do të jepet edhe partive parlamentare me më shumë se 2 deputet. Konkretisht, PSD e Tom Doshit dhe Partia Mundësia e Agron Shehajt. Ndërkohë, partitë më të vogla si Shqipëria Bëhet e Adriatik Lapaj dhe Lëvizja Bashk e Arlin Qorit do të marrin pjesë në diskutime dhe mund të bëjnë propozime, por pa të drejtë vote. Kjo formulë pritet të finalizohet në ditët në vijim, duke i hapur rrugë nisjes së punës për reformën zgjedhore të shumëpritur.